specializant. E kanë hup motivin me specializu, një për specializimi më të mirat mundshme që janë. Sofron kushte, nuk ofron trajtim edhe trajnim të vazhdueshëm profesional. Mjeku kur shkon në një trajnim profesional për ngritje profesionale, ai ka më kthy çtu me afru çfarë. Sakt. Unë kam bërë kërkesë e bad në një politikë që prej tetorit kena me marrëveshje dhe keni me shku jashtë, pavarësisht për specifikave të cilat na dojmë me u avancu. Unë kam bën me 20 shtator kërkesën bashkë me një koleg tamin, kur kërkush as ka kthy përgjigje, as ka thonë kemi shku këtu as kërkush. Mbase flet Aparaturat janë. Mbase flet dhe i kritikon rrugëve dhe kritika nuk mirëpritet shumë nga ata që marrin vendime. Nuk e kam atë problem. Pore. Absolutisht. Unë ballafaqohem me fakte. Në të kundërtën jem në rregull, është ligji, le të padisin. Nuk i druhesh fare aty. Absolutisht. As për karrierë, as për kurrë. Absolutisht. Unë karrierën e kam ndërtu vetë, pa politikë. Prandaj flas lirë. Nuk i kam bërë kërkujt. Edhe i dal ballha për çdo kujt. Për çdo gjë që e tham. Vike ministri vitia në klinikën tam, do të flas vetëm me fakte. Po. Kërkoj fole për klinika tjera. Vike edhe folke për robotik. E ulkin janë në çështë karrike se ish karrika prisht. Llogaret. Unë di çka është robotika. Ai e kish dëgjuar çka është robotika. Ja kështu dikush pa ardhur robotikën. Ja kështu dikush. Mekanizmi robotik i trajtimi jo përime, po. Po ti nuk mund të flasësh për robotik kur ti nuk e ke karriken që thjesht mundesh më ul. E kanë pas një tavolinë me 6 karrika, edhe çat tavolinë me 6 karrika, çdo klinikë që është bërë renovime, e kanë bërë çato. Çato. Pse po bëhet kjo punë? Mas 4 muaj, 6 muaj mos i kemi hinë në klinikë kanë pru inventarin. Qa na kanë pru inventar? Një orman të hekurt. Ne i kemi ble ormanat vetë. I kemi ble karikat vetë. Ka karika? Ne i kemi ble kauqat vetë për më ullë. Nuk kemi pas ku ullë më dhuma. Kur ka ndodhë kjo tash? Vitin e kalun. Qa thu? E ti po pare në vend. 80 euro ka qenë për hikti për me hik një derë. Ja çdo standardi. Ajo shtresa që shtruhet në për spitale pushtë. E dyshe po, dyshe me s'po. 250 euro me hik. Këto po flas pa i po dokumentet, qysh i kanë qenë. Po ngreni dyshime për korrupsion, doktor? Unë nuk e di, unë kom bisedu me disa njerëz të cilët edhe janë punëtorë se na kem familjarë. 10 euro, 20 euro të nderimi mundet me qenë, hajtë edhe 30 euro me hik derën. 80 euro me hik një dera. Këtë ardhën pushtet me dur të pastërta për të vendosur qeveri me dur të pastërta dyshon. Kjo esenca që kjo qeveri nuk e meriton, edhe kjo parti nuk e meriton më qeverisë, e përmbledh krejt këtë katrahurën, e thamë për të vetëm në arsye. Këta njerëz ja kanë hup shpresën njerëzve këtu. Për të vetëm në arsye që këta nuk meritojnë, ja kanë hup shpresën këtij vendit. Njerëzve të këtij vendit. Po 28 dhjetori tutje? Çfarë kauze do të ketë 28 dhjetori e tutje për ju? Unë konsideroj që Partia Demokratike ka rritje të mjaftueshme, edhe është partia e parë që ka me dalë në këtë zgjedhje. Kemi me ngrit mjaft zonën edhe kemi punë shumë për të bërë. Unë e tham shumë shpesh pse duhet i besojmë Partisë Demokratike. Për shkak se në dhonat edhe ato që ne i prekim, ka qenë partia cilat ka marrë vendimet më të mëdha për këtë vend. Është e dëshmuar. Domthon ku ka prek Partia Demokratike ka. Ju kanë thënë keni shkatruar Kosovën, Kosova është shkatruar. Kush ka shkatruar? Akuzat ishin, doktor. Shkatrimi, sjellja e pavarësisë. Ku janë rrugt? Kush i boni? Partia Demokratike i ka bën. Shëndetësia, jo që është qatu ku e ka lë Partia Demokratike, është më keq. Sa kanë fajsu këta dhe ishin me akalla dhe shpinë sa Mustafës, kur u bëhe kësuti. Për çdo vet janë dhona zyrtare. Mbi 60.000 njerëz e kanë shu Kosovën me letra pune. Një qytet i madh si Prishtina më nuk ekziston në Kosovë, mbi 250.000 njerëz kanë braktisur Kosovën. Për 5 vite të qeverisë së tyre. E shta njerëz që kanë shku gjatë kësaj kohe, këta mo nuk thehen. E kësuti që ndodhi gjatë
qeverisës Mustafa o këthyn, se o detyrun. Dërsa që 5 vite këta njerës që kanë bredh edhe kanë shku në për Evropë, këta nuk thejnë mo, se këta kanë shku legalisht. Ardhe me shpresën për t'i dhënë Kosovës një qeveri me duart e pastërta, për ta luftu krimin, korrupsionin, pa gji, pa të zi. Qatë shpresë kanë vrate populli pa gji, pa të zi, pa... Fiks qatë shpresë kanë vrate populli Kosovës. Nuk e ki as një zyrtar ma tulltin të qeverisë që nuk e s'pa gji, pa të zi.